Një sulm i dhunshëm dhe i shpejt. 3 të rinj ka përcejnë rrethimin, hedhin benzinë mbi makinat, i vënë flakën dhe largohen me vrap. 20 makina u përfshin nga flakët brenda pak minutash, prej të cilave 10 u shkatërruan plotësisht. Ngjarja ndodhi gjatë natës në depozitin Sicily Baykar, në Carini Palermo të kompanisë së qirasë së makinave të sipërmarrësit palermitan Tommaso Dragota, e inauguruar vetëm 20 ditë më parë. Bëhet fjalë për episodin e radhës të dhunës që ka goditur qytetin e Palermos dhe që prej disa muajsh është rikthyer të terrorizojë sipërmarrësit, tregtarët dhe qytetarët. Ky është gjithashtu episodi i dytë intimidues ndaj Sicily Baykar, e cila natën e 20-21 marsit ishte sulmuar nga një komando që qolloi 30 herë me Kalashnikov ndaj depos së makinave në lagjen San Lorenzo, duke goditur 4 makina. Pam pamjet e kamerave të sigurisë. Janë 3 të rinj që ka përcejnë rrethimin, hedhin benzinë mbi makinat dhe largohen. Për 3 minuta i vun flakën makinave. Nuk më ka ardhur asnjë ankesë dhe nëse do të vi, nuk do të marrim asgjë. Unë nuk dorëzohem, ka komentuar sipërmarrësi Dragoto. Qyteti i Palermos duket se është kthyer në vitet 80, kur ishte quajtur Beirut për shkak të vrasjeve të shumta mafioze që përgjaknin rrugët e kryeqytetit sicilian. Janë goditur aktivitetet tregtare, por ka edhe shumë raste dhune dhe të shtënash.